Përshëndetje, miq real dhe virtual. Doja të flisja diçka kështu, një tablo pak të përgjithshme, por që ka lidhje edhe me Shqipërinë, me situatat që po kalojmë. Duhet këto janë mendimet e mia, dhe në lidhje me protestat e fuqishme që janë një risi e madhe dhe një bekim për popullin shqiptar, jo vetëm për të sotmen, po dhe për të ardhmen, për të bërë që çdo politikan që vjen në majt të piramidës politike të shtetit shqiptar, ta di që po zgjoha dragoj nuk ka më vend ku të struket këtu në Shqipëri. Dhe asnjëherë pakicat nuk mund t'i sundojnë pafundësisht dot shumica. Duket sikur në një farë kohe ata fitojnë siguri, këto pakicat që e politikës, dinastitë e politikës që qeverisin me dinastitë e këtyre familjeve që quhen oligarkë, janë një grumbull, një mikstur politiko-ekonomike që përpiqen të sundojnë Shqipërinë, por kur zgjohet demosi dhe kur ka dhe rrethana ndërkombëtare të favorshme, ata shumë shpejt mund të fshihen, dhe kjo ka anët e mira, ka dhe anët e këqija. Ka anët e mira se nuk lejon që një grup i vogël të sundoj shumicën e njerëzve, sepse grupet në politik sillen që të administrojnë sa më mirë jetët e njerëzve, dhe nuk është bërë politika për të sunduar shumicën nga pakica, por është bërë që një pakicë elitare të di ta drejtojë me dashuri dhe me objektiva të qarta zhvillimi shumicën. Këta janë dhe ata lider dhe udhëheqës që ngelen në memorien historike të popujve të tyre. Tashi qa po ndodh në Shqipëri, të themi edhe në botë, të themi disa fjalë shpejt e shpejt, të japim disa penelata të shpejta për ngjarje të rëndësishme që kanë ndodhur. Ne po kalojmë një epokë shumë të rëndësishme, që mund të jetë për 20 vjet, që mund të japim oksigjen popullit ton edhe për një periudhë të gjatë për të ekzistuar aq sa mund të quhet i pavarur në këto strukturat shoqërore botërore që elitat kanë organizuar prej mbi një shekulli, duke përzierë racat sipas atij planit që quhet Kalergi-Kavenhof, që kanë bërë elitat botërore. Thuhet që këta që fotët janë një ratë shumë e zgjuar e tjera, por në fakt këta janë mbështetur me financat, me thesarin e Vatikanit, i cili ka kaluar në kontroll të një familje, e cila është familje jo Çifute, është familja Farneze, e cila një degë saj është kthyer Gjoja Çifute, dhe është familja Bauer, ose familja që më vonë mori mbiemrin Rothschild, ose porta e kuqe, sepse porta e derës së shtëpisë së tyre në Frankfurt ka qenë me ngjyrë të kuqe. Dhe dihet që 5 fëmijët e tij Maja Ramshel Rothschild i dërgojnë një në Frankfurt, ku nuk pati trashëgimi mashkullore dhe u shohej ajo dera, një në Vjenë, një në Napoli dhe kjo dështovi, një në Paris dhe një në Londër, ku këto të tjerat ekzistojnë edhe sot dhe kanë shumë fuqi financiare dhe politike në vendet e tyre dhe në gjithë botën, se këta nuk veprojnë të ndarë, po veprojnë bashkë, janë korporat, familje. Pasuria e tyre llogaritet mbi $700 trilion, dhe nëpërmjet kësaj pasurie këta ndërtuan Izraelin. Me $700, po të kishim ne një shqiptar që të mbështeste fuqizimin e Shqipërisë, fjala vjen në Ballkan dhe shqiptarëve, ne mund të kishim bërë çuditëra dhe më të mëdha se ç'kan bërë këta. Por nëpërmjet kësaj familje këta janë mbështetur dhe kanë marrë gjithë sistemin ndërkombëtar të financave botërore, njerëz të tyre ose janë direkt këta të përfshirë, dhe këta janë në fakt ata që ndihmojnë Izraelin. Nuk është ndonjë zotësi e madhe e Izraelit, po janë financat që këta hedhin, dhe armatimet më moderne që nëpërmjet kompanive si Lockheed Martin, që është kompania e tyre në Shtetet e Bashkuara, por jo vetëm, dhe kompani të tjera, këta shesin armë
të vjetra që janë përdorur në luftrat e vjetra për të bërë luftra lokale me njëri tjetrin, dhe me fitimet që sigurojnë nga këto shitjet këta bëjnë armatime moderne për Izraelin dhe për Ushtrinë e Shtetet Bashkuara. Pentagoni është një mashe këtyre që e përdorin sionistët, sepse gjithë lëvizja për të krijuar Izraelin e madh dhe për të kontrolluar botën në ato vende që quhen të mesdheut, prandaj quhet dhe Mesi i Dheut, këta e kanë në kontroll sionizmi gjithë Shtetet e Bashkuara, dhe nuk është Izraeli një kobure e Amerikës, po Amerika është një kobure e sionistëve dhe gjithë populli amerikan që jep kontributet e veta me taksa, me tatime, me fitime, politikisht janë në drejtim të krijimit të Izraelit të madh dhe shkatrimit të Shtetet Bashkuara si fuqia e parë e botës, ose ajo që ka krijuar epokën Pax Americana, sidomos mbas luftës së dytë botërore, që zvendësoi atë që quhet Pax Britanika, që kishte qenë 300-400 vjet, por që Britania mbas luftës së parë botërore u zhyt thellësisht në borxhe dhe i ra fuqia e saj ushtarake, por ruajti fuqinë politike dhe financiare. City of London është ai koka i gjarpit nga organizohet gjithçka së bashku me Vatikanin, ku familja mbretërore e Britanisë, që krijon dyshem bashkë me Rothschildët në City of London, dyshem më të fuqishme, familja mbretërore, ndërsa këta vinë nga Farnezet, familja Rothschild, dhe janë konvertuar dhe janë vendosur në Frankfurt, gjoja si Jewish, dhe u organizua plani dhe Bibla u rregullua që këta ishin populli i zgjedhur, dhe nëpërmjet konvertimit ta filluan dora dorës të merrnin kontrollin e gjithë popullit çifut dhe krijuan nëpërmjet Theodor Herzlit atë që quhet Judenstaat, ose çështja e shtetit çifut, ashtu si Sami Frashi bëri Shqipëria, që ka qenë çështje çdo të bëhet. Dhe këta financuan dhe filluan të ndërtonin Izraelin. Tash pse po kalohet pse Shqipëria po jeton në një epokë të rrezikshme? Këta çifotët e thjesht kujtuan se Izraeli ishte shtet. Izraeli në fakt është një bazë militare e Rothschildëve për të bërë ekspansion dhe për të pastruar me 80-90% ato territoret Libani, prandaj po goditet që njerëzit të tremben dhe të ikin, të largohen. Për këtë duhet goditesh në fillim një Irani i cili është kundër planit të Izraelit të madh dhe financon Hezbollahun, financonte Sirinë, po Asadi u shkatrua dhe Siria ka ngelur pa kontroll, po vakumin aty për të ndalur krijimin e Izraelit të madh e zuri Turqia, e cila doli si një armik i Izraelit të madh pas shkatrimit të Asadit dhe të krijimit të kushteve të favorshme që ata të shtrihen në territoret e Siris, dhe tashi është shtuar dhe një armik tjetër që është Turqia, që këta nuk e kishin planifikuar, ndoshta dhe Erdoani nuk po ju bindet. Dhe të dyja tashi, Irani dhe Turqia, janë armiqt e kësaj çështje për të krijuar Izraelin e madh. Populli i Izraelit tash e ka kuptuar që Izraeli është një bazë militare e rrezikshme që mund të goditet nga këto vende, Turqia, Izraeli, por mund të përfshihet në luftë dhe aleanca e muslimanëve që është në ndërmjet Arabisë, Turqisë, Pakistanit dhe Egjiptit, por në këtë koalicion kanë hyrë edhe disa vende të tjera të Magrebit që quhen, që janë këto Algjeri, Tunizi, të cilat janë Tunizi janë bashkë me vendet muslimane, kanë krijuar një aleancë dhe mund të japin dhe ato një kontribut sado modest në këtë luftë. Dhe këta tash i kanë menduar që populli i Izraelit në këtë moment, populli civil, të largohet dhe të vejnë në disa vende që këta i quajnë si territore miq, dhe midis të tjerave është Shqipëria. Këtyre ju kanë krijuar kushtet duke mos financuar bujqësinë, toka bujqësore të mos ketë vlerë dhe të gjithë, duke u vënë taksa e tatime. Këta fshatarët e quajnë si një bar, domethënë nga qeveria e Edi Ramës, to bëhen me qëllim përmjet këshilltarëve çifut. Këta e quajnë si një bar fshatarët, mbajtjen e tokës, dhe thonë bëhet def, nuk më duhet 5 lek,
ju kryuan dhe ligjin tash për shitblerjen e tokës tuajve, që çifutët jo vetëm të vinë të blejnë të patundshme, por të blejnë, domethënë edhe toka, që edhe këto janë të patundshme, por përveç banesave apo bizneseve të ndryshme në zonat urbane, këta të blejnë edhe toka në zonat rurale me 5 lekë. Dhe skema u ndërtua e tillë me Ramën, me këshilltarët që fut, se sionistët kanë Rothschildët i futin duart në tërë vendet e botës dhe të Evropës. Dhe skema u ndërtua që duke mos pasur bujqësi Shqipëria dhe ekonomi, këta fëmijët, rinia shqiptare të largoheshin në drejtim të perëndimit dhe një pjesë e madhe prej tyre të bënin lek të shpejta nëpërmjet kontrabandimit dhe shitjes së drogës, dhe njëkohësisht u lejuan dhe grupe të mëdha mafioze të lidhura me qeverinë në Shqipëri të bënin tranzitimin dhe të kontrollonin portet shqiptare, dhe duke bërë tranzitimin e drogës dhe transportin e drogës nëpërmjet Shqipërisë ose edhe jashtë porteve të Shqipërisë, duke sjell nga Amerika Latine në Evropë dhe nga Azia heroinën duke e çuar në perëndim, dhe me këto pare do pastroheshin, dhe ka qenë një skemë ku Rama ka qenë përmjet këshilltarëve të tyre sionistë i lidhur me një bankier, me një person të rëndësishëm që punon në OKB në Bruksel dhe që është gjuhësh ashkenazi rus me origjinë ruse, i cili ka krijuar mundësit duke u marrë 1% të lekëve këtyre grupeve të mëdha mafioze shqiptare, duke u mbajtur ndoshta 10% dhe 10% nëpërmjet American Bank dhe bankave të tjera në Shqipëri, bëhet pastrimi parave me kush që nëpërmjet njerëzve si Agasi bëheshin kontratat me këto firmat të cilat ishin dhe këto pjesë e këtyre grupeve që kishin caktuar njerëzit e tyre, si ata me iniciale ishe, i dini ju këta që kanë marrë kullat e mëdha për të ndërtuar, por edhe këta oligarkët që duan të ndërtojnë jo në Riol, jo në vende të tjera, janë përfshirë dhe Mossadi nëpërmjet Alabarit dhe Emirateve Gjoja të Bashkuara, në vend musliman që vjen të ndërtojnë në Shqipëri. Për këta arritën, morën dhe portin e Durrësit, që është një port 2500 apo 3000 vjeçar që në kohën e luftrave romake, arritën ta marrin si një qendër dhe për të treguar atë fuqinë e tyre të madhe që ne morëm kontrollin e vendit më strategjik që ka Shqipëria, që është porti i Durrësit, dhe transferuan portin e Durrësit në një vend ku lëvizin pllakat tektonike siç është Porto Romano dhe që kërkon një investim të jashtëzakonshëm për të ndërtuar me kapacitetet e këtij, pa lenjer pasaj të bëhet dhe me kapacitete më të mëdha. Pra këta duan të kapin disa enklava, ku në rast se lufta zgjerohet në Izrael, këta të vinë dhe t'i kapin. Njëkohësisht tyre do të krijohet mundësia me ligjin për shtetësinë që kush i huaj për shembull investon ta zëm fjala vjen mbi kaq lek, mbi 300.000 euro ose 400.000 euro, e ka më të lehtë të fitojë statusin siç e ka Amerika, kush pje 200.000 euro atje, i japin letrat, pasaportën, dhe të njëjtin gjë duan ta bëjnë këta sionistët që do vinë të jetojnë në Shqipëri të marrin pasaportë shqiptare. Dhe tash ka dy rrugës se si do mbeten sionistët në Shqipëri, si do jetë ardhmë e tyre. Sipas logjikës time gjithmonë, nëse këta bëjnë Izraelin e madh, këta do të rrishen, do shkojnë në Izrael, madje edhe shumë çifut tjerë që jetojnë jashtë në Amerikë do futen të ndërtojnë Izraelin e madh. Nëse sot Siria ka 20 kishte para luftës së 13-s me këto revolucionet që u bën kundër Asadit herën e parë, të organizuara nga MI6 dhe Mossadi dhe CIA, këta ishin rreth 20 milion, 21 milion mos gaboj, nëse se kam gabim, u larguan 5 milion, ngelen ja 16-17 milion deri në vitet 16-17, kur erdhi Trumpi që u pushua lufta aty dhe në rusët që shkatruan ISIS-in dhe ato grupet e tjera të organizuara nga shërbimet sekrete të Obamës, të perëndimit dhe të sionistëve, dhe
ngelen rreth 16-17 milion banor. Tashi që u godit prapa Asadi, mund të kenë ikur dhe 1 milion banor tjerë që e kuptojnë lojën se ç'a mund t'i ndodh, ç'a mund t'i gjej, dhe këta mbas goditjes së Libanit, nëse do hapin dhe luftë me Turqinë dhe do ta nënshtrojnë, do të bien dhe sirianëve që të largohen dhe 10 milion të tjera, dhe këta do mbajnë vetëm 4-5 milion sirianë aty, që këto shtresat e varfra që sikin do të s'kan para në përfshatra, dhe këta do t'i mbajnë si sklever pasaj që të bëjnë këto punë të rëndomta në Izraelin e madh, sepse do duhen po njëkohësisht duke ngritur këta pasaj me financimet të mëdha industri të fuqishme, do ta bëjnë siç është Amerika sot, një shtet skleverish ku do vinë nga gjithë bota, sepse pagat dhe kushtet e jetesës do jenë më të mira se në vendet e tjera, dhe Izraeli madh do bëhet qendër e botës, dhe paraja elektronike e tyre do të bëhet paraja domethënë kjo valuta ndërkombëtare më fort botërore siç është dollari sot. Dhe në qoftë se këta dështojnë për të bërë Izraelin e madh, këto enklavat që do jenë shtet brenda shtetit, do jenë edhe kullat janë shtet brenda shtetit, do ketë rrethimin e tyre dhe aty syn do tas policia pa marrë lejen e atyre atje, dhe këta do fillojnë ashtu siç bënin me këto grupet mafioze që ngritën këta terroriste me atë Haganah që ka qenë me njerëz si Ariel Sharoni e të tjerë që filluan të kërcënonin pasi ngritën enklavat e para në Palestinë, filluan kërcënonin ata që kishin toka rreth e rrotull, ose t'i shisnin lirë, ose për ndryshe ju krijonin rrethana brenda palestinezëve duke paguar grupe të ndryshme për të vrarë njëri tjetrin, ose hynin me këto grupe terroriste të Haganaut dhe i vrisnin, i përzinin, duke qenë se kishin shumë lek, shumë armatime, dhe ishin shumë të organizuar nga struktura madhe e sionistëve botëror për këtë projekt me qendër familjen Rothschild, dhe dal nga dal ju e dini me kalimin e viteve mbas krijimit të Izraelit në 48-ën, këta por dhe më parë kishte filluar ky proces që është në vitin 1917 me që quhet deklaratën Balfour, ku Britania si qendër e botës njojti të drejtën e krijimit të shtetit të Izraelit, dhe projektin e Theodor Herzlit që kishte filluar 17-18 më parë me ato kongreset sioniste, dhe këta kishin filluar të vinin dorë a dorë, dhe një pjesë tjetër shkuan mbasi këta sollën pushteti Hitlerin, dhe Hitleri filloi të kërcënonte të gjithë të pasurit e Evropës me ato politikat e tij kundër çifutëve, e cila nuk ishte gjë tjetër veç se një kërcënim që këta bënin për të larguar të gjithë çifutët nga Evropa për të shkuar në Izrael, sepse Izraeli në atë kohë, tokat e Palestinës ishin shumë të varfra, të pa zhvilluara, pa rrugë, pa infrastrukturë, në përshkret të tira, me kushte jetese shumë të vështira, dhe ata që ishin të pasur pranuan, dhe familjet e mesme shkuan dhe investuan atje, kurse familjet e varfra që s'kishin lek nuk shkuan dhe përfunduan në për burgjet në këto kampet e përqendrimit që ngriti Hitleri, dhe në këtë shembull, nëse këta nuk e ndërtojnë dot Izraelin e madh, shkatrohen nga lufta me Islamin, atëherë këta do vazhdojnë të jetojnë për këto enklavat siç kanë jetuar me shekuj të tërë të shpërndar mbas rebelimeve romake që u bën në vitin në mes të shekullit të dytë pas Krishtit, ku këta Roma i dëboi dhe i përzuri, dhe këta u bën emigrant të botës familjet e këtyre. Megjithse këta e kanë patur edhe në Bibël me atë historinë e Mojsiut në mal, kur zbriti Mojsiu nga mali Sinai, i gjeti këta duke adhuruar vishin e artë. Ky është një simbol që tregon që Mojsiu kërkonte të ndërtonte shtetin e popullit hebre, ndërsa rabinët, priftërinjt
e tjerë nuk deshin arin e gjithë botës dhe kërkonin prandaj ngritën viçin në art, adhuronin viçin, nuk adhuronin shtetin, fuqinë politike dhe sepse mendonin që mund të bëhet një shtet më i fortë se tonit, na mundet na i marrë gjitha, kështu që ne duhet shpërndajemi të gjithë botën, ka qenë një filozofi e vjetër kjo që 1300 vjet para Krishtit kur ka qenë epoka e Mojsiut afërsisht dhe pastaj mbas ngjarjeve me Romën këta zbatuan të gjithë planin e rabinëve dhe jo të Mojsiut për të ndërtuar shtet dhe u prapën të gjithë botën dhe detyra e tyre ishte të merreshin me fajden në një kohë që krishtërimi nuk e lejonte dhe më vonë dhe Islami nuk e lejonte fajden dhe duke qenë që këta e kishin nuk ja ndalonte feja e tyre dhenjen me kredit paras, këta filluan punonin të gjithë shumica prej tyre në fushën e financave dhe të bankingut. Tashi, në rast se këta e bën Izraelin e madh dhe shkojnë në Izrael, këta do mbajnë pasaportat shqiptare, që do t'ja u japin shuraq si tipi Bajram Begës dhe tradhtar si Edi Rama. Ne nuk kemi këtu për të zgjedhur rallet e botës dhe të qifutve, ne këtë vend e kemi nga të parët tanë dhe duhet ta mbrojmë si dritën e syve, me çdo kusht dhe me çdo çmim, dhe prandaj është e nevojshme më shumë se kur që ky plan i Edi Ramës, që këta na japin neve ca pasqyra dhe na kërkojnë na marrin arin si indianëve që moti, dhe më vonë të hedhin valle mbi kufomat tona nëse këta nuk do ta bëjnë Izraelin e madh dhe një pjesë e madhe prej tyre në çdo vend ku këta janë mbi 1% kanë qenë shumë të rrezikshëm për të marrë kontrollin politik dhe ekonomik të vendeve ku futen, por nëse bëhen 2% je i mbaruar, jo të shtohen të vinë 100.000 e 200.000 këtu për të jetuar këtu është aq më tepër që këta po i bëjnë luftrat vet, nuk janë një popull që po sulmojnë nga të tjerët dhe janë fatkeq dhe ne ti presim e ti mirëpresim derisa të mbaroj lufta. Këta janë shkaku i luftrave për të bërë Izraelin e madh dhe ne nuk ka pse të bëhemi zgjidhje për rallet e këtyre, aq më tepër që këta duan të vinë të na kontrollojnë, të na sundojnë dhe të na marrin gjithë fatet e jetës tonë, të na dëbojnë nga bregu, duke filluar si në Palestinë, duke kërcënuar, duke vrarë ata që kanë toka në mes të këtyre enklavave, që thash që kanë filluar të ngrejnë, edhe në për qytete duan të blejnë gradaçelat, me paret e pastruara nga krimi nëpërmjet Edi Ramës dhe përdorimit të njerëzve si ai Ergyes Agasi, i cili bënte këto ndërmjetësimin e transaksioneve me këta ndërtuesve që jepte lejen Rama, që dhe këta ishin pjesë e këtyre grupeve më të fuqishme dhe që kishin krijuar lidhje këtu nëpërmjet këtyre grupeve gjoja firmave të ndërtimit dhe këta merrnin përqindje dhe pjesa tjetër nuk duhet të shiteshe. Do të mbeteshe për shembull nëse këta investorët merrnin 35% të ndërtimit, pjesa tjetër 70% ju ngeleshe bosh, nuk shitet. Të këto gradaçelat nuk shiten në Tiranë dhe ne themi pse nuk shiten këto. Këto nuk shiten sepse janë projektuar nëpërmjet këshilltarëve që fut te Edi Ramës, që t'ju shiten kur filloi lufta të gjithë tyre qytetarëve civil të Izraelit, të cilët, por edhe nga Ukraina, ka shumë gjuish të cilët duan të gjejnë vende, janë mbi 100.000 gjuish që kanë ikur nga ato enklavat ku bëhet lufta midis Ukrainës dhe Rusisë, edhe duan të gjejnë vende ku të vendosen dhe kanë projektuar Shqipërinë si një vend të shkëlqyer dhe shqiptarët si një popull i vogël që s'ka ndonjë popull të madh që t'i mbrojë, vetëm popull i madh që i kanë mbrojtur deri më sot si duket me këto projekte kanë qenë Shtetet e Bashkuara, të cilat në fakt kontrollohen nga sionistët. Po të shikoni, mjafton një fjalë të kishte thënë ambasada amerikane, kjo përfaqësuesja Nancy Warhorn, që Rama duhet dëgjojë zërin e protestuesve, protestuesët kanë të drejtë për ato që protestojnë, jeta e tyre është e vështirë, janë detyruar të largohen nga Shqipëria i numër i madh i njerëzve dhe ne jemi me protestuesit, Rama merr të fund. Por Rama është prishur me atë që solli në pushtet dhe që ky e financonte, që ka qenë Sorosi, dinastia Sorosi është institucion, jo person. Dhe Rama filloi të lidheshe me kundërshtarët e tyre që janë nga një njëjti lloj, që janë
Kushneri me shok që dhe këta qiput, po që zihen për dominim. Dhe njeri gjoja me të majtët, tjetri me të djathët, dhe Rama u lidh me këta të Trumpit dhe filloi si duket t'i kthente shpinën Sorosit, duke mos e respektuar, dhe këta i shpallën luftë dhe duhet ta dimi që ditën e parë në Zvërnec kanë qenë këto OIF, cilat vetë Sorosi ka stërvitur liderët e tyre, disa lider, dhe duke ditur lojën dhe duke ngritur nacionalizmin shqiptar, duke treguar që po ju marrin tokat këtu, u bën ato montazhet nëpërmjet internetit që këtu është tokë qifute, dhe shqiptarët u rituan dhe me të drejtë dhe u ngritën dhe ju hapën sytë dhe gjithë nacionalistët shqiptare kuptuan skemën. Sorosi ka dashur ta kontrollojë këtë lëvizjen dhe ta përdor për të rinegocuar me Ramën, që ai të rikthehet prapë ke Sorosi, por shprehjet që përdor Rama, që sot nuk kanë çfarë më bëjnë sorat dhe korbat, tregon që Rama po vazhdon të jetë i lidhur me krahun e Trumpit, Kushnerit, dhe ai quan sora këta të majtët që mbështeten nga Sorosi, kurse korba quan, kush është korb, është Shqiponja. Dhe e quan Shqiponjën korb, pra nacionalistët, pra nuk më trembin simbioza ose bashkimi mes Sorosianëve dhe nacionalistëve. Nuk pyeson për këta, sepse unë jam i lidhur me Xharet Kushnerin. Po të shikoni dhe fjalimin që mbajti ambasadorja i ushtarako që caktuar në Shqipëri në Senat, kur u pyet, ai tha një shprehje të pazakontë. Tha, unë do të shkoj, tha, në Shqipëri, tha, për të mbrojtur interesat e familjes Trump. Interesat e familjes Trump ekonomike janë këto, si përmarrjet për të marrë Sazanin, Zvërnesin, por jo vetëm, ka dhe interesat tjera. Dhe ishte një deklaratë e çuditshme, sepse çdo ambasador thotë, unë do shkoj, thotë, në vendin ku më keni caktuar, mbroj interesat e vendit tim. Ai tha, do mbroj, tha, interesat e familjes Trump, sepse Trumpi më ka caktuar, tha, dhe unë, tha, do t'ja kthej këtë besim, tha, në mbështetje të plot ndaj interesave ekonomike të familjes së tij. Pra mos prisni që ambasada e Shtetet Bashkuara, për sa kohë Rama do ketë ligjërimin e vet, sorat dhe korbat, që ambasada e Shtetet Bashkuara që kontrollohet nga familja Trump dhe nga sionistët, të mbështesë protestuesit. Por kjo do të bëjë që Sorosianët t'i japin Michel mbështetje, qoftë me organizim dhe me ide dhe me infrastrukturë, krahut të majtë të lëvizjes, qoftë edhe me para për shpenzimet që ka nevojë të bëhen, dhe kjo luftë mund të thellohet nëse Rama nuk të rishet nga koalicioni me Kushnerin dhe me familjen Trump, edhe të rikryoj një koalicion me Sorosin, me të majtët, e cila duket se nuk ka gjasa të ndodhë, se ndoshta dhe këta nuk pranojnë më aleancë dhe shikojnë si rrugë zgjidhje largimin e tij. Ndoshta nga muaj tetor nëntor, duke parë një luftë kaq të egër midis të majtëve botëror të kontrolluar nga Sorosi dhe familja Trump në Shtetet e Bashkuara, mund të bëhet një detant dhe Rama të caktohet nga muaj tetor nëntor ndonjë institucion ndërkombëtar si njeri besnik që ka shërbyer në fillim Sorosianëve dhe tashi Trumpistëve, mund të bien në një ujdi që të mos e shesin dhe ta lënë si kermë në duart e protestuesve, duke braktisur të gjithë, edhe sionistët, duke lënë fatin e vet dhe duke aglaburuar dhe të gjitha parat që ai ka futur në për këto offshore apo në këto bankat amerikane që i kontrollon Linda Rama, dhe ta bëjnë kermë përqend, ta edhin kermë përqend. Nuk e dim se çfarë do të ndodhë, si do jetë kompromisi, por unë mendoj që këta mund të bien në kompromis që Rama të kalojë në një institucion ndërkombëtar, në OKB ose në NATO ose në ndonjë organizatë tjetër, dhe të largohet, por me kusht që pushtetin ta mbajë përsëri një përfaqësuese që ta sjellin kryet të majtës, një përfaqësues, e cilon mendoj që kjo Eliza Spiropali,
me disa debila e budalen që s'din qa flasin e s'kuptohet kur flasin që shavjeri on braçe, s'kuptohet fare. Unë atë se marrë vesh, në qofë se ka ndonjë që e kupton kur flet, tralala, trilili, se qarë flet me callafet këtyre socialistëve të vjetër, po që nuk ka logjik fare, s'ka thellësi mendimi, një tralala, një njeri si përfaqshëm. Kurse kjo Spiro Pali është e stërvitur, që nga mjafti e kanë stërvitur këta dhe po e mbështesin dhe këto fuqit soroiste të Evropës, Gjermania e tjerë, të cilët janë bërë në krye të kësaj goditje si shtete kundër Ramës. Pra këta synojnë që t'ja japin pushtetin një soroiste, si që është Eliza Spiro Pali, e cila është desioniste dhe dihet që kjo vazhdimisht kur ishte ministre e jashtme me shumë devocion dhe me shumë bindje dhe me shumë dashuri shkonte aty në Izrael në kohën që ata bënin masakra kundër popullit të mirë palestines dhe i mbështeste në një mënyrë shumë jo humane, çnjerëzore këto akte dhe këto veprime të tmerrshme që janë kryer mbi një popull shumë fatkeq, siç është populli palestines, i cili ka rënë për shkaq që se është ndodhur në një vend dhe në një territor ku këta e kanë caktuar që të bëjnë një shtet të tyre që të kontrollojnë botën. U zgjata pak, por mendoj që në shtator-tetor lëvizja e korbave, si shtotojë nacionalistëve, do të zgjerohet shumë dhe Rama është bërë tashmë një problem i madh. Pra janë tre vektorë në lojë. Është trumpistët që deri tash duan ta mbështesin, do ta shikojmë të dhe kur të vijë ambasadori i cili do luftojë në krah të Ramës, përderisa Rama të artikulojë sorrat dhe korbat. E dyta janë sorosianët dhe e treta janë nacionalistët, të cilët u zgjuan nga kjo përplasje mes të majtëve botëror, sorosianëve dhe Ramës. Të gjitha palët do përpiqen të përfitojnë ata, të shikojmë se kush do të përfituesi i madh. Në qoftë se Rama bie dhe lëvizja politike e nacionalistëve në protest del në krye dhe fiton, atëre betejën e kanë fituar kryesisht shqiptarët. Në qoftë se vjen Spiro Pali me këta të majtët, e kanë fituar sorosianët, dhe në qoftë se mbetet Rama, kanë fituar Kushneri me sionistët e tjerë të Izraelit të madh me Netanyahu, nga unë Fetfako tung tung.